Ka diçka thellësisht paradoksale në mënyrën se si drejtësia shqiptare trajton sot çështjen e paraburgimit. Pas më shumë se një dekade praktike gjyqësore të mbështetur mbi vendimin unifikues të vitit 2011, kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë dolën së fundmi për të shpallur me solemnitet disa parime që në të vërtetë kanë qenë pjesë e ligjit shqiptar dhe standardeve europiane që prej fillimit. Gjykata e Lartë deklaroi se gjykatat duhet të analizojnë realisht masat alternative ndaj arrestit në burg, se rreziku nuk mund të mbështetet vetëm te rëndësia abstrakte e veprës penale dhe se barra e justifikimit të paraburgimit i takon prokurorisë. Në pamje të parë, kjo tingëllon si një hap i madh përpara për mbrojtjen e lirisë personale, por problemi qëndron pikërisht këtu. Asgjë nga këto nuk është e re. Kodi i procedurës penale e ka konsideruar gjithmonë arrestin në burg si masë përjashtimore. Nenet 228, 229 dhe 230 kanë kërkuar gjithmonë proporcionalitet, rrezik konkret dhe nevojë reale për kufizimin e lirisë. Edhe jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit ka qenë prej dekadash e qartë. Paraburgimi nuk mund të justifikohet me formula stereotipe, me rëndësinë abstrakte të veprës penale apo me referenca automatike te marzhi i dënimit. Atëherë lind pyetja më e pakëndshme. Nëse standardi ka qenë gjithmonë aty, çfarë po korrigjon realisht sot Gjykata e Lartë? Përgjigjja është po aq e thjeshtë sa është e rëndë institucionalisht. Po korrigjon vetveten, sepse problemi nuk ka qenë mungesa e ligjit. Problemi ka qenë mënyra se si vetë sistemi gjyqësor për vite me radhë e ka toleruar përdorimin e paraburgimit si zgjidhje pothuajse rutinë. Vendime të mbushura me formulime standarde, analiza të cekta mbi rrezikun dhe arsyetime stereotipe janë bërë pjesë e zakonshme e praktikës dhe kjo nuk ka ndodhur në boshllok, ka ndodhur në mbikëqyrjen e vetë Gjykatës së Lartë. Kjo është arsyeja pse vendimi i fundit krijon një kontradikt të fortë institucionale. Nga njëra anë, Gjykata e Lartë po shpall sot standarde më të forta mbrojtjeje për lirinë personale. Nga ana tjetër, po pranon në mënyrë implicite se për më shumë se një dekadë ka bashkëjetuar me një praktikë që nuk përputhej plotësisht as me ligjin shqiptar dhe as me standardet e Strasburgut. Në thelb, sistemi po na thot, ligji ka qenë gjithmonë i saktë, por ne nuk e kemi zbatuar si duhet. Kjo e zhvendos debatin nga ligji te përgjegjësia institucionale, sepse nuk ishte e nevojshme një ushtrim kaq i madh gjyqësor për të zbuluar se paraburgjimi duhet jetë masë e fundit. Nuk ishte e nevojshme një mobilizim i kolegjeve të bashkuara për të kuptuar se rreziku duhet jetë konkret. Nuk ishte e nevojshme një zhvillim i mëtejshëm i praktikës për të thënë se bara e provës i takon prokurorit. Të gjitha këto kanë qenë gjithmonë aty. Dhe pikërisht për këtë arsye, lind perceptimi publik se kjo lëvizje nuk është thjesht juridike, por edhe kontekstuale. Në një klim ku çështjet e profilit të lartë politik dominojnë debatin publik, koha kur Gjykata e Lartë zgjedh të rizbulojë standardet e lirisë personale bëhet po aq e rëndësishme sa vetë përmbajtja e vendimit. Askush nuk ka nevojë të deklarojë hapur se një praktikë e re lidhet me një çështje konkrete. Në drejtësi, shpesh momenti flet më shumë se fjalët. Kjo nuk do të thotë se vendimi i fundit është juridikisht i gabuar, përkundrazi, në përmbajtje, ai është i drejtë dhe në përputhje me standardet europiane. Por pikërisht këtu qëndron ironia. Gjykata e Lartë po paraqet si zhvillim të ri, atë që duhej të kishte qenë normalitet prej kohësh. Në fund, problemi më i madh nuk është as te teoria juridike dhe as te formulimet e reja. Problemi është te besueshmëria institucionale, sepse një sistem drejtësie nuk gjykohet vetëm nga aftësia për të prodhuar standarde të mira në letër, por nga aftësia për t'i zbatuar ato në mënyrë të qëndrueshme, pa pritur që një moment politik apo publik t'i imponojë nevojën për t'i kujtuar. Dhe në këtë pikë, vendimi i fundit i kolegjeve të bashkuara, më shumë se sa një triumf i ri juridik, mbetet një pranim i heshtur i një dështimi të gjatë institucional.